Janë ditë habitshme që për herë të parë më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për nderin e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjesë për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj. Pas thuaj se 14 vite në qeverisje, kryeministri Edi Rama tha se kishte menduar dorëheqjen pas situatës së krijuar me projektin turistik në Zvërnec të Vlorës, por se kishte vendosur për të zbatuar kontratën me shqiptarët, siç tha, për të udhëhequr. Kam zgjedhur të bëj atë që kam bërë gjithmonë. T'ju udhëheq drejt asaj Shqipërie që e dua po aq sa ju dhe e dua po ashtu siç e doni ju. Dhe t'ju udhëheq për ta përmbyllur këtë që kemi nisur bashkarisht, fal votës tuaj, me cilën ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është, me cilën i kemi dhënë vlerën që ka flamurit ton në sytë të huajve, dhe me të cilën unë dua ta bëjmë Shqipërinë vendin që të ketë destinacionin më për të pasur zili në mesdheun e sotëm. Duke ju dhënë të drejtë protestuesve në këtë fazë për shkak të informacioneve edhe të manipuluara, foli edhe për interesat të vendeve fqinje. Rama theksoi se këto influenca të huaja e bëjnë ato të qëndrojë të palëkundur në këtë projekt zhvillimi. Gazetat greke që janë mbushur sot gjitha me kauzën tuaj, ka diçka këtu që nuk shkon? E në të tilla rrethana theksoi se do të vijojë të drejtoj vendin për të mos lejuar që interesat të caktuara të dëmtojnë zhvillimin e ekonomisë sonë. Me forcë kundër atyre që me forcë na kanë qëndruar përballë ne dhe Shqipërisë, po deri në fund pasi problem. Po me forcë kundër jush jo. Duke sqaruar projektin, kryeministri theksoi se laguna nuk do të preket në asnjë mënyrë, por theksoi se toka është e privatit dhe nuk mund të përfshihet në marrëveshjet kontraktuale mes tyre. Projekti do të zhvillohet vetëm në prona private me titull pronësie në kadastër dhe në asnjë pronë tjetër të kontestuar ose që mund të rezultojë për momentin cop shtet. Është e shkruar, laguna nuk preket dhe zhvillimi nuk mund të përfshi marin. Është e shkruar, kishte marin në versionin e parë. Edhe në dytin, u hoq. Por pavarësisht kësaj, shefi i ekzekutivit theksoi se nuk ka ende një projekt arkitektonik, por vetëm zhvillimor, nga ku do të bëhet studimi mjedisor, gjeologjik dhe gjithçka është e nevojshme para se të hartohet projekti final. Në vitin 2024 nuk u miratua një projekt arkitektonik. Leja e masterplanit ka përcaktuar zonën zhvillimore, parametrat teknik dhe urbanistik. Ka nevojë për rrugë kalibe, për të vendosur pajisje që do bëjnë studimin e biodiversitetit, të ujit, lagunës. Sepse si thash paralelisht me arkitektit punon një studio prestigjioze e mjedisit. Dhe për këtë arsye u dha leja, u bë rrethimi dhe makinerit u morën me gur, pa kuptuar se çfarë po ndodh dhe për çfarë po bëhet. Përballë akuzave për pronar izraelit, kryeministri theksoi se nuk është asnjë i tillë, por pronarët janë dy vëllezër nga Katari. Janë dy bashkëpronarët e kompanisë Power Holding nga Katari dhe që portofolin e turizmit e ka ndër më të shkëlqyerit në botë. Në këtë projekt tha se janë pas studie kompanitë më të mëdha botërore, të cilat nuk janë në Europë, por nëse do të vijohet edhe disa ditë në këtë drejtim, me protesta e kundërshti, mund të rezultojë në largimin e tyre, por edhe mos afrimin e gjigantëve botëror, si në rastin e viteve më parë. Nëse do vazhdoni dhe ca ditë kështu, atëherë e di çfarë do ndodhi? Do ndodhi tragjedia e Port of Montenegros, po nëpër masa të kësaj kohe. Port of Montenegro, që bëri fatin e Malit Zi, u ndërtua nga dikush që u sorollat nëpër Shqipëri me vite. Dhe e hidhnin dhe e prisnin. Donte të bënte portin e Durrësit dhe vajtin Malzi, dhe sot Malizi i ka pagat më të larta dhe të ardhurat për frymë më të larta në këtë rajon, fal atyre investimeve që nuk pati frikë t'i bëj dhe që nuk ja u vuri shkelmin fyt natyrisht investitorëve. Kreu i qeverisë u dha të drejtë protestuesve për një pjesë të situatës që ka krijuar zemrim. Do kisha bërë dhe më keq se ju. Po të më thoshin se o tokë është e shtetit dhe se shteti po ja fal të huajve. Kompania që ka marrë përsipër këtu të bëj gardhin do paguaj një gjop të majme. Dhe natyrisht
pastaj për ato dhunën për të cilën ajo kompania tjetër nuk do punoj më në Republikën e Shqipërisë.